midis Alpeve të Evropës, por këtu bëka edhe ma nëzetë se në vendinjën tonë Kosovë. Të dashur bashkëdhetar, zonja e zotri, motra e vlezër, shoqe e shok, faleminderit shumë që e keni ndarë kohën e të shtunës mbrëma dhe të na bëni bashkë këtu në syri. Dikush prej jush e ka nda kohën e pushimit, dikush studimit, e dikush edhe të punës, dhe jemi bërë bashkë të gjithë atëherë kur në ndajnë vetëm 15 ditë nga fitoria edhe ma e madhe e lëvizjes vetëvendosje me datën 28 dhjetor, kur qytetarët e Republikës dhe shqiptarët në barë me drejt votit që janë mërgat, do t'i drejtojnë kutive të votimit dhe do t'a bëjnë fitues numrin 116. Ne asnjëherë nuk e harrojmë, ne gjithë një e kujtojmë sa shumë ka dhënë Mërgata për vendlidhjen. Edhe atëherë kur ishim në okupim, edhe gjatë luftës shkrimtare, edhe për mbijetesën sociale, por edhe për zhvillimin ekonomik, demokratizimin, pavarësimin e Kosovës dhe reputacionin e saj ndërkombëtar. Ne e dim që janë rreth 100 dëshmorë të kombit, luftarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që kanë rënë në fush betej në vitet 1998-1999 në Kosovë, dhe e dim që Agim Ramadani, komandant Katana, ka ardhur nga Zvicra në Kosovë për lirinë e Kosovës. Ashtu, si kurse që ka ardhur edhe Fehmi Ladrovci prej Gjermanisë për të rënë në fush betej në Kosovë, në përballjet pabarabartë me forcat armike të Serbisë. E përveç këtyre rreth 100 dëshmorëve të kombit që i kemi nga diaspora jonë, janë edhe qindra të tjerë, veteran e invalid të luftës, të cilët ne i respektojmë.